Qahet tubacioni nëndeshëm, banorët e komuna e Parisit dyshohet se kanë pirë ujë të ndotur, nisin hetimet. Krimi ekonomik ka nisur një hetim në teren ku po shqyrtohet çarja e tubacionit të nëndeshëm të ujit për banorët e zonës së komunës Parisit në Tiranë me ujin e ndotur. Mësohet se është marrë në pyetje Dorian Korbeci, drejtori i Departamentit Prodhimit dhe Shpërndarjes, datë 11/4/2025, pas informacioneve të marrë nga burimet të hapura rrjetet sociale lidhur me një problematik të ndotjes ujit në disa zona të qytetit të Tiranës. Nga seksioni për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar janë kryer veprime hetimore dhe proceduriale për dokumentimin dhe sqarimin e rrethanave. Në vijim sa më sipër është kryer kyçyria e vendit të ngjarjes, nga ky dyshohet se ka ndodhur çarja e tubacionit të nëndeshëm të ujit. Gjithashtu i është marrë deklarim si person që ka djeni shtetasit Dorian Korbeci me detyrë drejtori i Departamentit Prodhimit dhe Shpërndarjes, i cili ka sqaruar se në rrugën Shaban Karaj, si pasojë e amortizimit, është dëmtuar linja e furnizimit me ujë, duke sjellë si pasojë furnizimin me turbullira, thuhet në njoftim.